Në vijim të fushatës së tij elektorale, kandidati i Partisë Socialiste Vullnet Sinaj zhvilloi një takim me banorët e Bashaj. I pranishëm ishte edhe kryetari i Bashkisë së Selenicës, Nertil Bellaj. Sinaj, i cili kandidon për mandatin e tij të tretë si deputet, u shpreh mirënjohës për përkrahjen e pandërprer që ka marrë nga kjo zonë dhe e gjithë Labëria, që nga fillimi i angazhimit të tij në politik. Fakti që jam këtu sot për mandatin e tretë janë dy arsyet. Një arsye jeni ju, po jo ju vetëm ju këtu në Bashaj, po ju të gjithë në krajinën e Smokëthinës, gjithë krajina tjetër e Bratit, nga Kuçi edhe deri në Drashovic edhe gjithë Labëria. Sepse juve kur ju kanë pyetur edhe kur keni folur fjalë të mira për mua, dhe këto fjalë kanë vajtur si duket atje ku duhet, prandaj jam sot këtu. Duar që në këto 8 vjet të çojnë atë parlament karakterin e kësaj zone. Hallet tuaja, shqetësimet tuaja, kontaktet me juve të përditshme më bën këtë që jam sot. Por kuptoj sot që atje në atë sallën e kuvendit në parlament unë nuk kam lënë asnjë problem apo shqetësim të zonës time pa ngritur. Meqense ju dhe gjithë zona më deshi prapë për deputet për mandatin e tretë, mendoj që keni bërë mirë se unë jam sot një deputet me një eksperiencë politike, nuk jam një fillestar në politikë që s'di nga ta kap, apo që jam i druetur. Më ka sjell edhe ky kryetari i bashkisë që keni ju këtu, që kërkova unë të bëj kryetar bashkie dhe doja djalë të ri. Njëri që për kërkesën time odhi një buxhet të tërë të bashkisë për fillimin e kësaj rruge. Një premtim që unë nuk ja kam dhënë ndonjëherë. Kam ardhur këtu, kam folur, kam thënë që do bëj maksimumin tim, kam sjell gjithë drejtuesët politik të qarkut Denin Ramic për të parë zonën, solla drejtorin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit ta shikonte zonën, dhe jam në fund që arrita dhe unë bashkë me ju të marrim një premtim nga drejtuesi politik i qarkut dhe nga qeveria që kjo rrugë do bëhet. Por unë nuk mjaftoj me kaq. Gjatë kohës që Nertili në Korrik do filloj asfaltimin e 3 kilometra e gjysmë të parat, detyra ime është të vazhdoj me lobimin për të nxjerrë fondet për të mbaruar rruga, dhe pse jo, them unë e çoj deri në Vërmik ku rrugën. Fjala e dhënë për këtë rrugë është e barabartë me mandatin tim të deputetit. Kryetari i Bashkisë së Selenicës, Nertil Bellaj, kërkoi mbështetje të gjerë për kandidatin Vullnet Sinaj. Unë i kërkoj juve ta mbështesim masivisht Vullnetin. Punëm dy së bashku dhe vendosëm që të bënim fillimin në rrugës së krajinës suaj. Këtu ka një potencial të jashtëzakonshëm për të zhvilluar turizmin. Këtu mund të ketë edhe djathtë. Po e respektojnë se u ka qëndruar pranë njerëzve.